Shumë e dashura zonja Fan, të nderuar anëtar të familjes Rugova, i nderuar president Sejdiu, të nderuar ministra, deputet, kryetar partive politike, kryetare Akademisë së Shkencave, kryetari Komunës së Prishtinës dhe shumë të dashur ju përfaqësues të gjitha institucioneve dhe bashkëpunëtor të presidentit ton historik, të nderuar të pranishëm dhe natyrisht shkëlqësi ambasador të vendeve mike. Sot 20 vjet pas ndarjes së nga jeta të presidentit ton historik, Dr. Ibrahim Rugova, jemi bashk për të kujtuar dhe nderuar figurën e tij dhe për ta shënuar momentin kur ideja e lirisë u bë edhe kulturë politike, kur rezistenca u bë etik dhe kur politika u ngrit në nivel të misionit historik. Sot nuk përkujtojmë vetëm një datë, por një epokë që e ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e historisë sonë. Askush nuk e mishëroi më thellë e më mirë shprehjen "Unë biri yt Kosovë", sesa presidenti Ibrahim Rugova. Ai ishte biri i saj në bindje, në përkushtim dhe në sakrificë, i lidhur me tokën e tij, me popullin dhe me vlerat e saj, duke ja kushtuar gjithë jetën dhe, siç thot zonja Fan, çdo qelizë të tij, ndërtimit dhe mbrojtjes së shtetit të lirë, të pavarur e demokratik të Kosovës. I butë në sjellje, por i palëkundur në qëndrim, Rugova i dha Kosovës gjithçka. E Kosova ja ktheu me dashurinë dhe lavdinë e përhershme. Trinomi i presidentit Rugova, liri, pavarësi, demokraci, është manifest politik dhe njëkohësisht koncept i thellë filozofik e human. Për Rugovën, liria nuk ishte thjesht mungesë e kufizimeve, por po ashtu aftësia e popullit për të vendosur për fatin e vet, e orientimin e vet. Pavarësia nuk ishte thjesht një akt juridik, por po ashtu realizim i një të drejte historike. Ndërkaq demokracia nuk ishte thjesht një instrument pushteti, por mekanizëm dialogu e i realizimit të drejtave e lirive themelore për të gjithë, pa dallim. Ky vizion e bëri Rugovën jo vetëm udhëheqës politik, por edhe mendimtar e arkitekt të shtetit tonë. Në betejën për liri, për dinjitet dhe shtet, Rugova e zgjodhi paqen, jo si dobësi, por si formën më të lartë të guximit politik. Për Rugovën, liria e mendimit ishte themeli mbi të cilin ndërtohej edhe liria fizike. Që në vitet e 80-ta Rugova ngriti pyetjen që do të shndrohej në ideologji politike. Si mund ta përjetoj lirin intelektuali shqiptar, kur i imponohet mohimi i vetvetes, i historisë dhe i realitetit shoqëror? Kjo ishte piknisja e një mendimi politik që do ta udhëhiqte Kosovën drejt lirisë. E kjo nuk ishte një pyetje retorike, ishte mendimi i lirë dhe themeli i kauzës sonë kombëtare. Kjo nga se për Rugovën liria nuk ishte dhurat, por përgjegjësi dhe detyrim ndaj brezave që vinë pas nesh. Kësaj ai e ngriti politikën edhe në nivel filozofie, duke e bërë atë me mençuri, e duke e bërë paqen me guxim dhe lirinë me përgjegjësi. Liria dhe demokracia ishin udhërrëfyes gjatë gjithë jetës së tij, ndaj edhe pluralizmi për Rugovën nuk ishte kompromis, por garancë e vet lirisë sonë. Në një kohë kur politika zhveshej nga dimensioni human, Rugova ja dha asaj pikrisht këtë. Ja dha politikës dimensionin moral dhe dimensionin human të saj. E shndroi politikën në shërbim, duke e afruar me vlerat më universale njerëzore, atë të dinjitetit, të respektit dhe të humanizmit. E nderuar familje Rugova, të nderuar të pranishëm. Presidenti Rugova nuk ishte vetëm udhëhec i yni, por edhe figurë e njohur dhe jashtëzakonisht e respektuar
e politikës ndërkombëtare dhe e tillë mbetet edhe sot. Zë i fuqishëm në tryezat më të rëndësishme vendimarrëse të botës demokratike. Strategu i paqes e i lirisë përdori fuqinë e mendjes dhe këmbguljen për ta ndërtuar shtetin. Ai nuk kishte nevojë për retorikë të zhurmshme, pak fjalë mjaftonin për të përcjellur mesazhe të mëdha. Që në fillesat e angazhimit të tij politik, presidenti Rugova e kuptoi se liria e Kosovës nuk ishte vetëm çështje e brendshme, por një kauzë që duhej spjeguar, mbrojtur dhe fituar në qendrat vendimarrëse të botës demokratike. Prandaj orientimi i tij pro-perëndimor nuk ishte taktik e momentit, por bindje e thellë politike dhe morale. Në dhjetor të vitit 94 në Washington DC, para ekspertëve të politikës së jashtme dhe mediave ndërkombëtare, presidenti Rugova fliste qartë për nevojën e rolit udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjedhjen e çështjes së Kosovës. Ai e shihte Kosovën si një shtet të vogël, por me zë të rëndësishëm, shtet të hapur, demokratik dhe faktor stabiliteti me një vizion që e vendoste qartë vendin ton në familjen perëndimore të kombeve të lira. Ky besim ishte vizionar, sepse siç do të thoshte edhe vet Rugova disa vite më vonë, fal popullit të Kosovës që luftoi për çlirim, NATO-s, Bashkësisë Ndërkombëtare dhe veçanërisht Shteteve të Bashkuara, ato kërkesa të hershme u shndruan në realitet dhe Kosova u bë e lirë. Edhe në fazat e mëvonshme të konsolidimit institucional, presidenti Rugova mbeti i njëjtë në orientim. Në fjalën e tij në Kuvendin e Kosovës me rastin e zgjedhjes së tij president, ai e artikuloi qartë dhe fuqishëm të ardhmen e vendit tonë. Kosova, shtet i lirë, demokratik, i pavarur, i integruar në Bashkimin Evropian, në strukturat euroatlantike dhe në marrëdhënie speciale miqësore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si shprehje e vullnetit politik të qytetarëve të saj. Kjo vijë e drejtë politike, ky orientim i qartë, është thelbi i rugovizmit si politik shtetformuese. Rugova nuk e kërkoi perëndimin thjesht si streh, por mbi të gjitha si vlerë. Nuk e pa Amerikën e Evropën si aleat rasti, por si partner strategjik e të përhershëm në ndërtimin dhe ruajtjen e paqes, demokracisë, lirisë dhe pavarësisë. 20 vjet pas ndarjes së tij nga jeta, presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova mbetet jo vetëm arkitekt i pavarësisë, por edhe udhërrëfyes i orientimit euroatlantik të Kosovës. Ai e bëri këtë orientim të pakthyeshëm, duke shndruar në identitetin ton shtetëror. Kosova pati fatin historik të udhëhiqej nga një personalitet i tillë, i matur, largpamës dhe vizionar. Emri i tij u bë sinonim i durimit, i qëndrueshmërisë dhe i besimit se liria fitohet me sakrificë dhe po ashtu me mençuri, me konsistencë, me vizion dhe me aleancat e duhura. Presidenti Rugova është dhe mbetet shembull i burrshtetasit që e shndroi paqen në akt guximi, idenë në shtet dhe fjalën në histori. Ai nuk i përket vetëm kohës në të cilën jetoi, por historisë që vazhdon të ecë edhe sot me hapin e tij. Barrën e një populli të mohuar e barti mbi vete dhe e shndroi në vizione e shpresë, duke ndërtuar shtetin me besim të fortë në vlerat më sublime. Presidenti Rugova, si thoshte Adze Plumi, ishte maj dijuni e maj urti i të gjithëve. Ai ishte president, punoi si president, e përmbylli jetën si president dhe do të mbetet përjetësisht presidenti ynë historik. Sepse ndarja e tij nga jeta nuk e ndërpreu asesi veprën e tij, por në fakt e vulosi atë përjetësisht. Sepse presidenti Rugova ishte udhëhec politik dhe arkitekt i një fryme shtetërore, i një fryme që bashkoi njerëzit dhe i dha Kosovës fytyrën më dinjitoze para gjithë botës demokratike. Me fjalën e matur, me tolerancën njerëzore dhe me këmbguljen e tij, ai e ngriti politikën në nivel shërbimi dhe shtetin në nivel ideali.
Historia e Kosovës nuk e përmbledh emrin e tij në një kapitull të vetëm, nga se ai mbetet përjetësisht si ide dhe si busull e jona orientuese në rrugtimin ton euro-atlantik dhe në mbrojtjen e shtetit ton të lirë, sovran, të pavarur e demokratik. Lavdi presidentit ton historik, Dr. Ibrahim Rugova, Zoti e bekoft Kosovën, popullin e saj dhe aleatët tanë. Ju faleminderit. Faleminderit, Presidente. Në vazhdim, ftojmë bashkëpunëtorin e presidentit historik, Dr. Ibrahim Rugova dhe ish presidentin e Kosovës, Zotrin Fatmir Sejdiu, për një fjalë rasti.